Formula të tjera shumë interesante, për shembull është formula proper. Në qoftë se unë dua që po themi qelizat i bëj me shkronjë të madhe, pra të fillojnë me shkronjë të madhe. Shenjë e barazimit, zgjedh proper dhe zgjedh po themi qelizën në këtë rast. Po ta shohim këtu, tek qeliza e parë printer është shkruar me të vogla. Mjafton ta klikoj dhe këtu jap enter dhe e merr automatikisht me shkronjë të madhe. Pastaj nëse dua ta bëj për gjithë qelizat, mjafton që këtë ta ul automatikisht poshtë dhe ajo e merr, por në këtë rast janë të shkruara saktë. Në qoftë se unë dua që të bashkoj dy qeliza të ndryshme në një tekst të vetëm, por të bashkohen si tekst. Për shembull, supozojmë se këtu dua të bashkoj në një qelizë menaxherin, qytetin dhe produktin, ose mund të ishte një rast tjetër ku mund të kisha emër dhe mbiemër këtu, dhe do dua që mos të rrit i bashkoj manualisht, por t'i bashkoj automatikisht me një formulë. Kjo bëhet nëpërmjet formulës concatenate. Dhe këtu tani çfarë do bëj? Do zgjedh në fillim qelizën e parë që dua të bashkoj. Presje. Vendos në këtë rast thonjzat sipër, presje përsëri, thonjzat dhe zgjedh elementin e dytë që dua të bashkoj. Në këtë rast nuk na e pranon, pasi edhe këtu do të vendosim një presje tjetër, japim enter dhe na e bashkoj, po themi emrin e menaxherit me emrin e qytetit. Emrin e qytetit në këtë rast, sepse nëse nuk vendos të presje, ajo automatikisht të merr hapësirën që është para saj, pra është presja që vendos dhe po themi në këtë rast edhe qelizën e dytë. Nëse dua të vendos 3 qeliza, mjafton të ndjek po themi të njëjtën procedurë. Përgjithsisht veprohet nëse këtu kemi në një rresht emra dhe në rreshtën tjetër po themi mbiemrat, që mos rrim t'i bashkojmë manualisht, mjafton që të përdorim këtë formulë. Nëse unë dua po themi që dua të krijoj pasuarde të caktuara dhe duan që në këtë rast çfarë të bëj? Të marr shkronja nga e majta po themi një qelizë dhe t'i përdor si një pasuard. Atëherë në këtë rast kemi formulën left, e cila merr një ose dy ose më shumë shkronja nga e majta dhe i bën tekst. Pra këtë e zgjedhim ne vet. Shenjë e barazimit left, zgjedh qelizën në këtë rast. Jap presje dhe këtu tash do vendos një numër se sa shkronja nga e majta dua që kjo të marrë. Supozojmë dua të marrë 2. Atëherë shohim tek Alban ka marrë vetëm A dhe L. Nëse dua të marrë 3, mjafton në vend të dyshit tu të vendos numrin 3 dhe merr A L B në këtë rast. Nëse dua të marr shkronja në mes të fjalës, është e njëjta procedurë, vetëm se nuk do përdor left, por do përdor formulën mid. Vetëm se këtu do të kemi kujdes, sepse formula është pak më ndërlikuar tek mid. Çfarë do bëjmë? Do zgjedhim elementin, pra ose në këtë rast shkronjën që qelizën ku dua të marr shkronjën dhe pastaj do zgjedh cili është numri i shkronjave që dua të marr dhe tek cila shkronjë do filloj numërimi, si thua. Në këtë rast dua të marr 2 shkronja dhe dua të filloj nga shkronja e dytë dhe shohim që ka filluar tek L-ja, sepse L-ja është shkronja e dytë dhe ka marr 2 shkronja që është L dhe B. Pra përgjithsisht nëse dua të krijoj po themi fjalkalime të caktuara dhe mund t'i marr automatikisht nga emrat me qëllim që mos rritim mbaj mend gjithë fjalkalimet, por të di logjikën se si kam krijuar ato. E njëjta gjë nëse dua të marr shkronja por duke filluar nga e djatha, është formula right. Klikojmë këtu, klikojmë qelizën që dua të zgjedh dhe mjafton të jap presje dhe zgjedh se sa shkronja nga e djatha dua të marr. Në këtë rast tek Alban merr anë dhe nën. Nëse ka raste kur mes fjalëve ka më tepër se sa një qelizë, supozojmë se këtu kam Tiranë, kam midis fjalëve kam më tepër se sa një hapësirë, Tiranë, qendër po themi, dhe ka më tepër se sa një hapësirë, që mos rrit të modifikoj një nga një duke u hequr hapësirën individualisht, mjafton që unë të përdor formulën trim. Zgjedh qelizën në këtë rast, jap enter dhe automatikisht aty më lë vetëm një emër dhe këtë mund të jap copy, automatikisht e vendos këtu dhe e merr vetëm me një, në këtë rast vetëm me një hapësirë në mes, nëse do të
do të më duhet. Në qoftë se dua të numëroj karakteret brenda një qelize, pra sa shkronja ose sa numër ka brenda kësaj qelizes, na shërben formula len. Në këtë rast i jap enter dhe automatikisht më thotë që në këtë rast kjo qeliza këtu me emrin Tiranë ka 6 shkronja në këtë rast ose 6 elemente përbërëse.